Super derbi i javës së 9 u luajt në arenën Todor Proeski mes Vardarit dhe Struga Trimlum, që u mbyll me barazim 2-2. Struga Trimlum në 2 raste ishte në epërsi me golat e Bunjamin Shabanit dhe Kampaore, por vendasit barazuan me golat e Mato dhe Jankullov në sekondat e fundit. Referi kryesori i kësaj ndeshje në pjesën e dytë akordoi një penallti të dyshimt për vendasit që portieri mysafir e mbrojti, ndërsa po dje Sileksi në Kratov triumfoi përballë Tikveshit me rezultatin 1-0. Të shtunën në ndeshjen mes AP Brera dhe Bashkimit, që përfundoi me barazimin 1-1, ndodhi një padrejtësi e madhe ndaj ekipit të Bashkimit, e cila është në epërsi 0-1, por në skenë doli referi kryesor i cili akordoi një penallti, të cilën nuk e pranoi as sugjerimet e sistemit VAR, por për çudi arbitri Salihi ishte këmbgulës në vendimin e tij, me çka vendasit barazuan rezultatin. Ndërkohë që nga FFM kanë reaguar menjëherë dhe kanë suspenduar, por ekipi kumanovar mbeti i dëmtuar për 2 pikë. Në stadiumin e qytetit në Strug, Shkupi dhe Rabotnički barazuan duke luajtur me shifrat 1-1. Autor të golit për Shkupin ishte Shuku, ndërsa barazoi Ademi. Për ekipin nga Çajiri ishte kjo pika e parë në sezonin e ri. Kujtojmë se ndeshjet në Strumic dhe Shkup në qendër të vëmendjes ishin arbitrat të cilët nuk din apo nuk i besojnë sistemit VAR.